Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Gjyqtari Sadullaj Zahiri nga gjykata themelore të Tovës zgjidhet antar i Këshillit Gjyqësor nga radhët e gjyqtarëve që përkasin bashkësive etnike mbi 20%. Në zgjedhjet e drejtë për drejtë ai mori numrin më të madh të votave. Për Zahirin votuan 179 gjyqtarë nga gjithsej 390 që shfrytëzuan të drejtën e votës. Përveç BDI-s, ashtu dhe Alianca e Ziadin Selës dhe Taravarit kundërshtuan në gjykatën kushtetuese ligjet që kanë të bëjnë me sistemin Safe City. Deputeti Halil Snopçe tha se çështje serioze nuk duhet të lihen në duart e disa njerëzve jo serioz. Meni nënti kushtetutës garanton barazi gjyqtarëve. Ashtu siç tha avokati, domethënë aplikimi vetëm në 3 qytete është një shpërndarje jo e barabartë, jo uniforme. Serioziteti shihet në parlament. Serioziteti shihet në deklaratën e përtores parlamentit. Deputeti Riyad Shaqiri paralajmëroi se ne do të çojmë ankesë. Në ditën kur votoi ligji dhe deputeti Shaqiri paralajmëroi, Ziadin Sela nuk ishte në parlament. Pra serioziteti nuk shihet në deklarata, por serioziteti shihet faktikisht si veprojnë. Ministri i Arsimit dhe Shkencës së Maqedonisë së Veriut kritikoi hapjen e universiteteve në mbar vendin. Në intervistë televizive, Vesna Janevska vlerësoi se statistikat tregojnë se mjafton 1 milion banor për një universitet. Për 1.8 milion banor, kemi hapur shumë universitete. Disa statistika thonë se mjafton një universitet, por duhet të jetë i fortë, i fuqishëm dhe të jap produkt. Edhe pse ideja është e mirë, realiteti është se ka bërë dëm, deklaroi mes të tjerave Ministri i Arsimit të Maqedonisë së Veriut, Vesna Janevska. Ministria e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitrievska Koçoska, duke u përgjigjur pyetjeve të deputetëve në kuvend, theksoi se qeveria trashëgoi një situatë financiare jashtëzakonisht të vështirë dhe alarmante. Arka shtetërore thuajse tërësisht e zbrazët dhe mbi 70% e deficitit buxhetor të shpenzuar para nderimit të qeverisë, thuhet në njoftimin e Ministrisë Financave. Zhvillimi ekonomik Shqipëri-Maqedoni. Lidhjet mes komuniteteve dhe ndërtimi i partneriteteve afatgjata për te kufive formal ishin në thelb të takimit ndërmjet ministres punëve të brendshme Albana Koçiu me zëvendës kryeministrin Bekim Sali. Gjatë vizitës në Shkup, Koçiu theksoi se në takim u diskutua për projekte që nuk mbeten në letër, por që prekin drejt për drejt jetën e njerëzve. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë një forcë lidhëse e pazëvendësueshme dhe një garanci reale për stabilitet, dialog dhe orientim evropian, theksoi Koçiu. Krahasaj Ministria e Punëve të Brendshme u takua në Tetov me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Koçiu ishte shoqëruar në këtë vizitë nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda. Rajoni. Kryeministri në detyrë i Kosovës deklaron se është i gatshëm për bashkëpunim me opozitën. Para mediave gjatë një vizite në Odën e Mjekëve, Albin Kurti tha se kërkohet atmosferë për një raport të ri qeveri-opozit. Besoj që në raport me opozitën, tek marrëveshjet ndërkombëtare, po tek konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, do ta shohim se apo ja fillojmë një kapitull të ri, i cili dallon prej atij vitit 2025 që porsa e kaluam. Po ashtu, ai tha se është takuar dhe me presidenten Vjosa Osmanin, por nënvizon se përpara procesit të zgjedhjes së presidentit apo presidentes duhet fillimisht të kalohen 3 hapa të tjerë si konstituimi i kuvendit, formimi i qeverisë dhe më pas duhet fillojnë menjëherë vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I pari është konstituimi i kuvendit, i cili nënkupton zgjedhjen e kryetarës apo kryetarit dhe të 5 nënkretarëve. Pastaj është formimi i qeverisë dhe na duhet që menjëherë të fillojmë me vendimet për marrëveshjet ndërkombëtare. I kemi 3 marrëveshje me Bankën Botërore, edhe kemi planin e rritjes së Bashkimit Evropian, i cili është në shumën e gjithë mbashme për 882.6 milion euro, ku rreth 30% janë grante, ndërka që 70% janë kredi. Ministri në detyrë i shëndetësisë i Kosovës, Arben Vitia, premton rikthimin e ligjit për sigurime shëndetësore menjëherë pas konstituimit të kuvendit dhe pas akt vendimit të gjykatës kushtetuese. Kjo e fundit rrëzoi disa ligje për arsye administrative, duke theksuar se ky proces është i domosdoshëm për krijimin e fondit të sigurimeve dhe sistemit informativ shëndetësor. Vitia tha se vendimi nuk lidhet drejt për drejt me përmbajtjen e ligjit për sigurime shëndetësore. Me njëherë pas konstituimit të kuvendit të Republikës, do të procedojmë me hapat njësoj duke dërguar sa më shpejt në kuvendin e Republikës për të proceduar sa më shpejt me këtë ligj që i hap rrugën edhe ligjore, pastaj edhe teknike, logjistike, formimit të sistemit informativ shëndetësor fillimisht e pastaj edhe fondit për sigurime shëndetësore. Policia e Kosovës vijon të gjejë armatim dhe municione në veri të vendit. Së fundmi gjatë kontrolleve të ushtruara në Mitrovica janë gjetur armë të ndryshme dhe uniforma serbe. Sipas njoftimit zyrtar thuhet se në veri të Mitrovicës janë gjetur barut, minë antikëmsorie, fishek, bajoneta, pjesë të tjera të armatimit dhe uniforma serbe. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
Raportuesi i përhershëm i Parlamentit Evropian për Shqipërinë Andreas Schieder, pas vizitës 2 ditore në Tiranë, bëri thirrje për të vijuar mbështetja ndaj SPAK në luftën kundër korrupsionit. Në konferencën për shtyp, Schieder u ndalë tek protesta opozitës. Sipas tij, situata nuk është aq dramatike saç paraqitet në media. Për këtë ai kërkoi që të mos diskutohet me Molotov, por me argumenta në sallën e parlamentit. Ka ardhur koha tashmë që kultura politike në Shqipëri të bëjë një hap përpara. Çfarë do thotë kjo? Të mos dramatizohet gjithçka, të mos fillohet me koktejle Molotovi e të tjerë, por të luftohet fort me argumentime, me argumente të forta në skenën politike aty ku duhet. Pra kjo vlen edhe për opozitën, edhe për qeverinë dhe besoj që, siç e dim, mbi 90% e qytetarëve shqiptar duan integrimin evropian. Ndër të tjera, ai vlerësoi dhe rrugtimin që ka bërë vendi në rrugën drejt integrimit me përmbushjen e standardeve ligjore të kërkuara. Shqipëria ka bërë dhe ka patur një ecuri madhore në negociata dhe në konferencën ndërqeveritare, por edhe nëse vlerësimi i komisionit do të ecë mirë në pranverë, Shqipëria do të fillojë të mbyll kapitoj dhe siç e ka thënë edhe komisionere për zgjerimin, Shqipëria do të vazhdojë të jetë pararoj për zgjerimin. Shumica e qeverisëse në Shqipëri është e vendosur për të mos marrë asnjë vendim për imunitetin e zëvendës kryeministres Belinda Balloku deri në një vendim të gjykatës kushtetuese. Në një konferencë për shtyp, ministri i Drejtësisë, Besford Lamallari, nënvizoi se kushtetuta përcakton qartë se ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve. Kryeministri ka ushtruar të drejtën e tij për të vënë në lëvizje gjykatën kushtetuese. Argumentet janë paraqitur aty, ku në thelb qëndron pretendimi i një pushteti, konkretisht pushteti ekzekutiv, për të kalim të pushtetit të një pushteti tjetër, pra pushteti gjyqësor. Dhe këtu sigurisht kemi të bëjmë edhe me pushtetin legislativ, i cili konfirmon mandatin e ministrave, përfshi dhe mua, dhe nga ana tjetër dhe kushtetuta përcakton qartë që ministrat gëzojnë imunitetin e deputetëve. Lamallari u ndal edhe tek nevoja e ndryshimeve të politikës penale. Sipas tij, viti 2027 duhet të dëshmojë që jemi dinjitoz në tryezën e Brukselit. Kam përgatitur për llogaritë të Këshillit të Evropës 2 raporte shumë të vlefshme, të thoja, përfshi dhe rekomendimet që ju citoni, ku me të drejtë ata thonë që ka ardhur koha që Shqipëria të përqafojë plotësisht standardet e aplikuara si nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit, po ashtu edhe të zbatueshme në nivel të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, atyre të cilët ne sigurisht ne duam t'i parafrohemi edhe në kuptim të integrimit evropian. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një takim me fermer në Bashkinë e Divjakës premtoi se është i gatshëm të katërfishojë financimin e zhvillimit të bujqësisë përmes kredive të dhëna nga Banka e Shqipërisë. Ne kemi vënë dispozicion të bujqësisë 250 milion euro, që mund të shkojnë dhe 1 miliard në rast se do të konsumohen përmes Bankës Shqipërisë në bankat e nivelit 2, ku të gjithë mund të shkojnë dhe të marrin kredi që janë me garanci nga shteti. Kryeministri kërkoi më shumë ndërveprim nga pushteti vendor për të ndihmuar fermerët në përgatitjen e dokumentacionit me synim për fitimin e këtyre fondeve. Ka një mangësi që ende ne nuk po e adresojmë dot si duhet, që është pushteti vendor. Nuk di konkretisht Bashkinë e Divjakës, por kryetarët e bashkive dhe bashkitë duhet të jenë shumë më aktive në bashkëpunimin me fermerët, me bujqit për të adresuar këto financime. Nuk duhet ketë asnjë problem. Nuk duhet ketë asnjë problem në rast se duhet një komponent agropërpunimi në një zonë bujqësore. Ndërsa thirrja për fermerët është bashkëveprime dhe ngritja e industrisë agropërpunuese. Për kryeministrin, vetëm zhvillimi i kësaj pjese të bujqësisë do të mund të sjellë rritjen dhe ndryshimin e sektorit. Ka një koordinim me tjerët se çfarë do prodhojmë, si do prodhojmë, në mënyrë që kur të shesim të jemi bashkë dhe të kemi volum të madh dhe të bëjmë sukses. Bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi për arritjen një marrëveshje me presidentin rus Vladimir Putin për një pushim një javor në Ukrainë. I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week, and he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, "Don't waste the call; you're not going to get that," and he did it, and we're very happy that they did it. E kërkova personalisht nga Putini që të mos hap zjarr drejt Kievit dhe qyteteve të tjera për një javë duke marrë parasysh temperaturat ekstreme të ftohta. Ai pranoi ta bëjë këtë, deklaroi Trump.
ndërsa i dërguari i posaçëm Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën, Steve Witkoff, bëri të ditur se marrëveshjet për sigurinë dhe prosperitetin janë në një fazë të avancuar. Bashkimi Evropian shpallë zyrtarisht Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë terroriste. Vendimi u konfirmua nga shefja e diplomacisë së BE-s Kaja Kallas pas mbledhjes së ministrave të jashtëm të vendeve anëtare. Në një reagim publik, Kallas tha se represioni nuk mund të mbetet pa përgjigje dhe se Bashkimi Evropian ka marrë një hap vendimtar kundër një regjimi që sipas saj vret qytetarët e vet. Kallas deklaroi se dhuna ndaj protestuesve dhe shkeljet e të drejtave të njerëzit kanë qenë faktor kyç në këtë vendim. Në të përfshihen sanksione ndaj 15 zyrtarëve dhe 6 organizatave iraniane të lidhura me shtypjen e dhunshme të protestave në vend. Donald Trump pranoi se është i gatshëm për bisedime me Iranin, por duhet të bëjë dy gjëra për të shmangur veprimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të hiqë dorë nga armët bërthamore dhe të ndalojë së vrarë protestuesit. Ai tha se shumë anije luftarake amerikane po shkon drejt Iranit në lindjen e mesme dhe se do të ishte shumë mirë nëse nuk do të ishte nevojshme t'i përdorim. Komentet e tij të fundit vijnë pas javësh presioni mbi Iranin për të negociuar një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor. Presidenti konfirmoi se aeroplanmbajtësi Abraham Lincoln ka mbërritur në lindjen e mesme dhe është e gatshme për sulme. Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araqi tha se forcat armatosura ishin në gatishmëri për t'u përgjigjur menjëherë dhe fuqishëm çdo agresioni. Përgjigjja e Iranit erdhi nëpërmjet misionit të tij në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, i cili shpreh pro dialogut, por duke kërkuar atë që i quajnë respekt të ndërsjellë, për ndryshe do të përgjigjet si asnjëherë tjetër. Situata në Iran ndërkohë është tragjike për javësh. Bilanci i përplasjeve mes civilëve dhe agentëve iranian të sigurisë sipas Human Rights Activist News Agency u përkeqësua duke shkuar në 6221 të vdekur në protesta, por numri mund të jetë frikshëm i lartë se kaq. Revista Time, e cila citoi 2 zyrtarë të lartë të Ministrisë Iraniane të Shëndetësisë, raportoi të hënën se rreth 30.000 persona mund të jenë vrarë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.